Atëherë jemi rikthyer dhe siç e dëgjuan, pra duket se janë mbledhur edhe prova që ndoshta do t'i ndihmojnë hetimit të mëtejshëm, por unë dua të mësoj më shumë për këtë. Jul, ti besoj ke marrë gjitha informacionet e mundshme në raport me këtë histori. Çfarë ishte ky kontroll në Elbasan dhe pse ndoshta pikërisht tani? Unë mendoj se nuk është bërë për të mbledhur ndoshta, patjetër që janë mbledhur dhe prova, po qëllimi kryesor nuk ka qenë mbledhja e prova më shumë se sa gjetja e Suel Çelës. Është emri ose kreu i grupit të strukturuar kriminal, i cili ende nuk është gjetur, dhe prandaj bën përshtypje dhe se si ndonjëherë prokuroria e posaçme nuk merr policinë, sepse dihen tashmë ato dekonspirimet e famshme të operacioneve, ndaj dhe mendoj se ky operacion ka qenë për të gjetur kreun e grupit, Suel Çelën, i cili ende nuk është arrestuar. Se sa mblidhen ato ishte drejtues të UKT-s, kjo apo biznese, se grupi strukturuar kriminal ka shkuar shumë tutje, ka shkuar tek gjyqësori, ka shkuar deri tek mediat, ka shkuar tek institucione, ka shkuar tek institucione publike, tek biznese, dhe kush mungon? Kreu i grupit strukturuar kriminal, Suel Çela, ndaj dhe kontrollet bëhen për të. Mendoj për gjetjen e tij, ndoshta prokuroria ka informacion, nuk do ta ndajë me policinë dhe e bën vetë këtë operacion. Po, mendon, domethënë se ne kemi ndjekur pafundësisht operacione, edhe shumë herë kanë dështuar, mendon se mund ta gjejnë këtë lloj forme Suel Çelën, Jul? Po ta vini re, kur bëhen operacione të tilla, gjithmonë merren forca speciale Renea ose bëhen operacione me policinë nga Tirana. Bëhet diçka e tillë sepse policia lokale ka edhe një historik pak të shëmtuar në Elbasan, ku gjithmonë ka qenë gati e përfshirë me krimin. Mbani mend rastin, vrasjen në vitin 2021, pak para zgjedhjeve, ngjarjen kriminale në Elbasan, ku mbriti vetë drejtori i përgjithshëm i policisë në atë kohë në Elbasan dhe gënjeu përpara të gjithë mediave. Unë kam qenë aty. Dhe tha nuk u gjetën materiale zgjedhore, ndërkohë që aty u gjetën materiale zgjedhore. Dhe imagjinoni se çfarë ndikimi paska pasur krimi në Elbasan, saqë ka hyrë dhe tek policia, aty në vend ngjarje kishte një zëvendës drejtor policie, nuk ndërhyri, dhe tani prokuroria e posaçme gjendet dhe përballë një situate delikate. Kanë qenë dhe deklaratat e